إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah të nderuar, ne jemi në muajin e bekuar, në muajin ku Allahu subhanahu wa ta'ala e nderoi me zbritjen e Kur'anit, në muajin ku Allahu subhanahu wa ta'ala e mbushi këtë muaj plot rahmet, plot falje, muaj të cilin e dalloi Allahu subhanahu wa ta'ala, që ne të afrohemi te Allahu subhanahu wa ta'ala duke lexuar librin e Allahut dhe duke agjëruar. Kjo është një mundësi që na dha Allahu subhanahu wa ta'ala dhe një mundësi shumë e madhe, që njeriu të lexon librin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të mediton, që nesër në ditën e kiametit ki libër që të ndërmjetëson për këtë person që e lexon fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Lidhshmëria e Kur'anit me muajin e Ramazanit. Përse ne të flasmi rregullisht për këtë libër, për Kur'anin, për shkak se është muaji i Kur'anit. Muaj ku ka zbritur Kur'ani, muaj i cili të pastron, muaj i cili të forcon, muaj i cili të udhëzon, muaj i cili të orienton nga e mira, se Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Muaji Ramazanit është muaji i cili ka zbritur Kur'ani. Për këtë arsye ka lidhshmëri të madhe libri i Allahut me muajin e Ramazanit. Për këtë arsye selefat të parë tonë në muajin e Ramazanit janë shmank, e kanë lënë anësh diturin, janë marrë vetëm me librin e Allahut, se ki libër nuk është vetëm libër. Dhe të lexojmë dhe ne them që i kam lexuar 100 libra, 200 libra, kjo është një libër i cili të udhëzon, një libër i cili të shëron, një libër i cili ti nëse lexon do të shpëtojsh, një libër i cili ty çel syt e zamrës para syve të ballit, një libër i cili kur nuk mërzitet gjuha duke lexuar, kur nuk mërzitet veshi duke dëgjuar, një libër i cili çdo herë që ta lexojsh ti vetëm se do të shijojsh një ëmbëlsi dhe një kënaqësi të madhe për shkak se është rahmet, është udhëzim, është shërim. Ne pasi që jemi në këtë muaj, ne duhet patjetër të zhytemi në brendësinën e Kur'anit, duke lexuar dhe duke medituar në ajetet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Jo vetëm të lexojmë, vetëm t'i kalojmë shpejt faqet, po ne të mundohemi të meditojmë në ato ajete dhe pastaj të zbatojmë atë të cilën ne e lexojmë. Kur'ani është bazë e forcës, bazë e ngritjes, bazë e çdo të mirës, nëse ne lexojmë, meditojmë dhe zbatojmë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun." Ki libër, ki Kur'an është nder për ti dhe për popullin tan, dhe ju do të pyetni për këtë. Do të thotë këtë mirësi që na ka dhënë Allahu, këtë libër që na ka zbrit. Për këtë libër sahabët sakrifikuan, lënë pasurinë e tyre, lënë shtëpinë e tyre, lënë vendbanimet e tyre. Për këtë Kur'an ju varë syni në faqe Katades.
Për këtë tha i fustu o rabbi Kabe, pasha Zotin e Qabës, fitova për këtë Kur'an, edhe pse shigjeta armikut i dal pas shpine. Për këtë Kur'an, dhe në gjdo se në sahabat, radhiyallahu anhum, se këto ata e kuptuan, që baza e krenaris është libri Allahut. Edhe ne, do të mirëmi në pyetje, për çështjen e Kur'anit, të cilën ne nuk kujdesmi. Ke në vetën tonë, ke në fëmin tonë. Sa kujdesmi për fëmin tonë me mësu Kur'anin. Sa i përcjellmi tash në Ramazan sa kanë lexu Kur'an. Sa i motivojmë që të lexojnë në Kur'an. Sa i çojmë në për xhamia dhe mektebe të mësojnë Kur'an. A kurse kursat nuk kanë vend, për shkak se janë të strëmbushura me nxënës. Xhamiat janë të zbrazura. Pse? Se rëndësi nuk ka Kur'ani në zemrat tona. Për këtë arsye ne duhet ta kthejmë rolin dhe rëndësinë e Kur'anit që të bëhemi ummet më i ngritur, ummet më krenar, ummet të cilët ku shkapën për këtë libri vetëm se do të vjen krenaria dhe ata janë që do të udhëhecin botën me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kush do ngritje në dunjën e ahiret, le ta kapje librin e Allahut subhanahu wa taala. Kush do të shpëton, le të kapet për Kur'anin. Kush do të dalë prej errësirave, të dyshimeve dhe të kësaj jete, le të kapet për librin e Allahut subhanahu wa taala, se Allahu subhanahu wa taala thot: "Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin." Ju ka ardhur juve prej Allahut nur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dritë, wa kitabun mubin, dhe një libër i qartë që është Kur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur." Ki libër, ki Kur'an ju nxjerr juve prej errësirave në dritë bi idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe i vendon Allahun në rrugën e drejtë. Kjo është libri i Allahut. Për këtë arsye, pasi që jemi në muajin e Ramazanit, të mundohemi që maksimum të lexojmë Kur'an, që zemrat tona të zbutën. Prej mirësive të librit të Allahut subhanahu wa ta'ala është se kur ta lexojsh Kur'anin, shtohet imani, forcohet imani. Sa më shumë që lexon njeriu librin e Allahut subhanahu wa ta'ala, ati i forcohet imani. Pse? Se imani është që ngritet me vepra të mira dhe paksohet dhe dobësohet kur t'i bëjmë mëkat Allahut subhanahu wa ta'ala. E mënyra më e mirë e forcimit të imanit është leximi i Kur'anit. Me barand sistem të jetës. Kur zgjohesh në mëngjes, e pini kafe. Jo, e lexon dy faqe Kur'an, apo gjys faqe, apo më shumë. Të bësh sistem të jetës, ushqim të shpirtit. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun." Atyre të cilëve besimtarëve kur që përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala, ju rinqethet zamra. Kur që lexojnë li fjalë të Allahut Kur'anit, atyre ju shtohet imani. Dhe këto çka bajnë? Dhe këto i mbështeten Allahut subhanahu wa ta'ala. Vëllezër, kjo jetë mund të na afron një pamje në ditët e fundit që ka ndodhur, vitin e fundit, me muslimanët e Gazës. U rënuan, u shkelën, u djegën, u shkatruan tërbota, por ata kur lexoshin librin e Allahut subhanahu wa ta'ala, vetëm se ju shtofke imanit dhe friga ju hiqke prej zemrave të tyre. A dini më e çuditshme që ka ndodhur në ditët e fundit gjatë sulmeve në Gaza? Se një person shkruan kush e ka tefsirin, Kur'anin me tefsirin e Sheikh Saadit, ose ta blej, ose të ma jep uha ta lexoj. Apo shihni këto burra që kërkojnë në këtë gjendje? Në gjendje të luftës, as ushqim, as pije, as vendbanim, as trehim, as gjë, kërkojnë një tefsir të lexon librin e Allahut. Për këtë ata janë burra. Se ata e kanë forcu imanin duke lexuar Kur'anin. Kur'ani është që na shron zemrat tona. Kur'ani është që na pastron çfarë smuje posedojmë në gjoksin ton.
prej smujeve të mbrëmshme, prej smujeve të shpirtit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Ja ayyuhan nasu, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." O ju njerëzi, Allah ju drejtohet këtë njerëzive. Në ajetin që lexuam më herët, ja ayyuhan nas, o ju besimtar të cilët e lexojnë fjalët e Allahut. Këtu o ayyuhan nas, o ju njerëz, ju ka ardhur juve këshilla, libri, Kur'ani, prej anës të Allahut, prej Zotit të juaj që ju krijoi, i cili është shifa, është shërim i zemrave, është udhëzim, është mëshirë për besimtarët. Kjo për besimtarët. Para mendoni çfarë libri posedojmë? A para mendoni sa pak e lexojmë? Sa pak e zbatojmë? Sa pak në ajetet e këtij libri të madh meditojmë? Ne duhet patjetër t'i kthehemi librit të Allahut. Të jetojmë me librin e Allahut, do të mbahemi ummet, shoqëri më e ngritur dhe më e mirë, dhe do të bëhemi një shoqëri ideale që të jemi urrënek për gjithë njerëzimin. Kur'ani, libri i Allahut subhanahu wa ta'ala, ka të bëjë shumë lidhshmëri të fortë kanë njëri me tjetrin me këtë muaj ku jetojmë ne tash, ku jemi. Kur'an, agjerim. Këto janë dy vepra të mëdha që Allah subhanahu wa ta'ala ka dash me na nderuar neve si besimtar. Ka dash neve Allah subhanahu wa ta'ala me na pastruar si besimtar. Para mendo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Kur'ani dhe agjerimi do të ndërmjetësojnë për këto njerëzi në ditën e Kiametit. Vjen Kur'ani ndërmjetëson te Allah subhanahu wa ta'ala, thot ja Rab, ki kanë pa gjumë tër natën duke më lexuar mua. Vjen agjerimi, thot ja Rab, ki kanë tër ditën pa ushqim, pa haje, pa pije. Po do në ndërmjetësu te Allah subhanahu wa ta'ala. Para mendoni çfarë mirësie, në çfarë stine jemi, në çfarë kohe jemi, në çfarë momenti jemi, edhe nëse nuk dim ta shfrytëzojmë mirë për ne. Lutemi Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na bën prej atyre që dim të shfrytëzojmë këto dy mirësitë, leximin e Kur'anit dhe agjerimin e Ramazanit. Lutë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na bën prej atyre që kujdesemi shumë. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Lidhshmëria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Kur'anin në muajin e Ramazanit. Para mendoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kon shumë bujar. E sidomos në muajin e Ramazanit sallallahu alaihi wasallam. Është kon standard pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në bujar. Por në muajin e Ramazanit është tu bujaria. E pse? Se në këtë muaj ka ardhur Gjibrili, ja ka lexuar Kur'anin pejgamberit alaihi salam. Do thot dy prej mirësive që këtë që kanë më bujar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njësë është takuar me Gjibrilin, me laqen më të madhe, e dita ja ka lexuar Kur'anin përmes pejgamberit alayhis salatu wassalam. A ka kënaqësi më të madhe njëri më i mirë që shkel në sipërfaqen e tokës, ulet pranë me laqës më të mirë që gjithë shpalljet ja ka pru pejgamberëve të Allahut dhe mësojnë Kur'anin. E kjo e ka shtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bujarin. E ne në këtë muaj ku e çojmë natën? Në këtë muaj ku e çojmë ditën? Sa prej kohës kalojmë me fjalët e Allahut? E sa prej kohës kalojmë me fjalët e njerëzive? Ki hadith është që neve të na motivon që ne të jemi bujar standard, por të shtojmë bujarin në muajin e Ramazanit. Kjo na mëson që rregullisht të lexojmë Kur'anin, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rregullisht e ka lexuar Kur'anin në muajin e Ramazanit, ja ka përsërit Gjibrili. E kjo neve na mëson që Kur'ani patjetër të kesh një mësues që rregullisht ta përsëritish, që mos ta harrosh. Këshilla më e mirë është këshilla Allahut subhanahu wa ta'ala.
Se kjo është që të mëson, kjo është që të motivon. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Kitab, kjo është libër që të kemi zbrit i bekuar ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që me i medituar ajetet e Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe që ata të cilët të mendojnë, ata të cilët kanë mend, ata të cilët kanë mend. Këtë libër, njeriu nëse nuk merr të mediton në librin e Allahut, në fjalët e Allahut të cilët i cekëm më herët, që është shërim, është udhëzim, është mëshirë, është dritë, të vë në rrugën e drejtë, të nxjerr prej errësinave, të largon prej dyshimeve. Nëse ti nuk mediton, atëherë zor e ke të shërohesh dhe të qetësohesh. Pasha Zotin të kishim lexuar Kur'anin duke medituar, nuk do të kishte as njerëzit të smur në aspektin psiqik. Do të mshelshin gjithë ordinancat dhe spitalet. Të kishim jetu mirë me librin e Allahut. Të kishim dalë, ti kuptojmë mirë fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur'ani është një shkollë e madhe, që hala nuk ka një fakultet apo universitet që mund të nxjerrë burra. Në fjalë burra, sa është shumë gjyrsha plot janë të nxjerrë. Burra, të cilët e zbatojnë fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ky Kur'an, kjo shkollë e Kur'anit nxjerrë një gjenerat burra të cilët sunduan botën. Në këtë shkollë që mësoi Ebu Bekri dhe Omeri dhe Uthmani dhe Alia dhe Talha dhe Khalid ibn Walid radhiyallahu anhum, gjithë sunduan botën o burra. Por nuk sunduan botën për shkak armatimit që posedojshin. Nuk e sunduan botën për shkak forcës që posedojshin. Për këto jetuan me librin e Allahut dhe u forcuan me iman, me urtësinë e tyre, me drejtsinë e tyre. Ato arritën që ta sundojnë botën, ta udhëheqin tër botën. Ne kur u larguam prej librit të Allahut, prej kësaj shkolle të madhe, atëherë na udhëheqën të tjerët. Patjetër, ummetit t'i kthehet krenaria, mjaft me emocione, duhet të vedisohemi, duhet të ndalmi të mendojmë, të meditojmë. Këtë pasuri, këtë mirësi që e kemi, kujtë t'ja lëm pas vdekjes sonë. Kujtë t'ja lëm amanet nipat dhe stërnipat. Këtë dim kush ka me mbajt këtë amanetin e këtij libri të madh. Nëse ne nuk ja mësojmë dhe nuk i motivojmë. Ky libër nuk ka nxjerr vetëm burra, po ka nxjerr edhe burrnesha. Merë jeto për Aishën, lexo për Aishën radhiyallahu anha, lexo për Sumejën, lexo për Nesibe bint Ka'b, për Safijen, për Umamara, merë lexo. Lene se kaq, po ki libër, leni se nxjerri burra dhe burrnesha, po edhe fëmijët mori boni burra. Ki ishte libri Allahut subhanahu wa ta'ala. Për fat të keq që ne jemi larguar për librit Allahut edhe për na vinë të lashet. Tash, kategoria njerëz që shërë në Ramazan, dy sa kategori shpejt, për shkak kohës. E para janë do që i lexojnë dhe meditojnë. E dita, kategoria njerëzit vetëm hap më ta mbaroj, veç sa më shpejt faqet ti kaloje. E treta, as nuk kalon, as nuk i ndron faqet, pa as nuk mediton, as kur nuk dëgjon, kur t'jen xhamin e herë, në taravi i bje me në dëgju Kur'an. Do i kam blu Kur'ani pluna, tash ka ardhur Ramazani, ju ka kujtu, ku muj Kur'anit, ajt lexoj pa Kur'an. E ne duhet patjetër që të kthehemi të lexojmë, të meditojmë, të dëgjojmë dhe tjerëve t'ja mësojmë dhe të zbatojmë. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu të na falë mëkatet tona. Lusë Allah që Allahu të na bashkon zemrat tona dhe të na bashkon gjithë në xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu të na ban pasues të Kur'anit wa aqimus salat.